Përshëndetje të dashur vëllezër dhe motra, bashkëdhetarë dhe bashkëkombës kudo që ndodhen. Një përshëndetje të veçantë për të gjithë qytetarët protestues në Tiranë dhe në rrethe, të cilët kanë nëse një muaj që protestojnë për një Shqipëri të re, për ndryshime rrënjësore. Një përshëndetje të veçantë edhe për diasporën shqiptare, e cila e mbështet këto protesta në Shqipëri. Edhe unë, si të gjithë qytetarë shqiptarë, i kam ndjekur me shumë vëmendje këto protesta. Jam përpjekur me komentet ndryshme që të ndihmoj sadopak në mbarvajtjen e saj. Nuk e di se e kam arritur qëllimin. Për këtë qëllim realizoj edhe këtë video mesazh. Por në video mesazh unë nuk jam shumë i zoti, sepse unë jam mendimtar, po jo gojtar. Jam i penës, po jo i fjalës. Nuk di të mbaj fjalime. Megjithatë do të përpiqem të realizoj këtë video në formën e bashkëbisedimit me ata qytetarë që janë atje në shesh, në çdo ditë. Çfarë i mungon kësaj proteste? Kësaj proteste guximi nuk i mungon. Vendosmëria nuk i mungon. Frika i ka ikur. Populli tashi e ka marrë atë guximin për të kërkuar të drejtat e tij. Do të them, është zgjuar nga ajo gjumi letargjik që ka pasur për 36 vjet. E mori guximin, shpërtheu, por ajo që mungon është dituria, është vizioni për të ardhmen e Shqipërisë. Shqiptarët po e tregojnë në atë protestë që nuk pajtohen me këtë politikë 36 vjeçare, me këtë sistem shoqëror, politik dhe ekonomik. Por në ana tjetër nuk dinë se si të kërkojnë dhe çfarë të kërkojnë për të ardhmen, për të ndryshuar. Pra, si thash, i mungon dituria. Po cila dituri? I mungon ajo dituri që i mungon të gjithë botës. I mungon dijet shkencore të organizimit dhe veprimtarisë njerëzore. I mungojnë këto. Unë jam filozof dhe shkencëtar. Kam 36 vjet që punoj për shkencat e vërteta humane, njerëzore. Kam 36 vjet që punoj për dije të reja mbi baza tërësisht shkencore. Shkencat humane janë ato shkenca që kanë të bëjnë me organizimin dhe veprimtarinë e njerëzimit. Në këto shkenca, njerëzimi nuk di asgjë. Ja them këtë, sepse populli shqiptar në përgjithësi duket sigurisht inferior ndaj Evropës dhe Perëndimit. Jo vëllezër, ne nuk jemi inferior. Ne jemi inferior në ekonomi, jemi nga situata historike në cilin kemi kaluar, por ne jemi superior në dije, sepse ato që dim ne sot nuk e di as Evropa, as Amerika, as kush në botë. Dijet e vërteta shkencore
ekzistojnë vetëm në Shqip. Dhe pikërisht janë këto. Kurdo, rruga e vetme drejt demokracisë, cila është? Partitë në duart e popullit, jo populli në duart e partive. Çfarë do të thotë? Do të thotë që partitë janë organizata shoqërore, nuk janë subjekte politike. Vendi i partive është në gjirin e popullit, tek ajo që sot quhet shoqëri civile, tek ajo që në shkencat e vërtetomane quhet kolona e pluralizmit shoqëror. Një shoqëri pluraliste, e përber nga individët, familjet, shoqatat, organizatat shoqërore dhe partitë. Kjo është kolona e parë e organizimit shoqëror. Kolona e dytë është organizimi politik. Në organizimin politik bën pjesë vetëm shteti ligjor demokratik, pra subjekti i vetëm politik, ligjvënës, qeverisë, i cili krijohet nga populli. Pra nga i gjithë populli me në krye partitë. Kolona e tretë është ekonomia, tregu i lirë demokratik. Këto përmbledhen shoqëria, shteti dhe tregu. Këto janë tre kolonat e organizimit. Kështu kanë qenë gjithmonë. Mirë po, asnjëherë këto forma nuk kanë qenë të sakta. Kanë qenë gjithmonë të padrejta, palishme. Dhe ku qëndron padrejtësia? Sot, partitë nuk janë në gjirin e popullit. Nuk janë si organizata shoqërore në krye të popullit, në krye të pluralizmit shoqëror. Partitë janë dalë nga populli, kanë dalë si parti politike. Dhe si parti politike e thresin popullin në zgjedhje për të pushtuar institucionet e shtetit, të cilat duhet të thënë që ekzistojnë realisht. Shteti si institucione ekziston realisht, por si subjekt nuk ka ekzistuar kurrë ndonjëherë deri më sot në asnjë vend të botës. Pse? Sepse në vend të shtetit si subjekt, në institucionet e shtetit, janë partitë, është pushteti, sot pushteti partijak. Ky pushtet partijak është i palishëm, i padrejtë. Kjo ndodh në të gjithë vendet e botës. Kudo. Është e padrejtë, e palishme. Popujt e botës këtë nuk e dim. Ne e dim, shqiptarë. Dhe kemi që në 2007 që shqiptarët e kanë mësuar që partitë duhet të jenë në duart e popullit, do të jenë në gjirin e popullit, duhet të jenë në gjirin e asaj që sot quhet shoqëri civile. Hyrja e partive në institucionet e shtetit, edhe me votën e popullit, është e palishme. Protesta e sotme, këto gjëra nuk ja thot partive politike. Sot partitë politike të gjitha, mund të jenë një 200 në Shqipëri, janë të palishme si parti politike, si organizata shoqërore, janë të rësisht lishme. Mirë po, ato quhen parti politike, janë të regjistruara si parti politike dhe veprimtaria si parti politike është të rësisht e palishme. Këto të vërteta, populli demonstrues që delen, duhet ja thot në sy partive. Edi Rama del atje dhe thot që unë se njoh këtë popull demonstrues, se është një grup i vogël dhe unë kam 800 vota të popullit.
ato 800 vota të popullit që Edi Rama janë të paligjshme, sepse vota e popullit për partitë, për PSN, për PD-n, ose për çdo parti, është votë e paligjshme, është e padrejtë. Është votë që populli e ka dhënë sepse është i mashtruar, i gënjur. Dhe këto gënjeshtra nuk kanë lindur në partitë politike shqiptare, por janë të trashëguara nga Evropa, nga Perëndimi. Prandaj them që bota nuk di, nuk i njeh shkencët e vërteta humane. Shkencët e vërteta humane të organizimit dhe veprimtarisë njerëzore në këtë planet. Shkencët e vërteta janë këto, urdhë, demokratizmi, një, vëllimi i parë, demokratizmi 2, vëllimi i dytë, demokratizmi 3, vëllimi i tretë, autor Ilirian Liçi. Kam 36 vjet që punoj për këtë rend shoqëror të ri, që quhet demokratizëm. Pse quhet demokratizëm? Sepse demokracia që ka lindur që në lashtësi dhe ka lindur në Ballkan nga pasardhësit tanë, paraardhësit tanë, të ilirëve, nga njëra degë e pasardhësve tanë, ka lindur në Ballkan dhe sot është konsoliduar në Shqipëri. Dijet e vërteta shkencore burojnë sot nga Shqipëria. E keni dëgjuar Edi Ramën kur thot që për shqiptarët dielli lind ande nga Perëndon? Është gabim. Kjo fjalë vlente 150 vjet përpara për rilindasit tanë, të cilit kishin 500 vjet në sundimin otoman, por nuk vlen për shqiptarët e sot. Sepse shqiptarët e sotëm i ka në dorë shkencat e vërteta humane, shkencat e vërteta të organizimit dhe veprimtarisë njerëzore. Këto shkenca, as Perëndimi, as lindja, as veriu, as jugu nuk i njohin. Këto i njohin vetëm ne, shqiptarët, populli shqiptar, komi shqiptar. Vetëm ne i kemi në dorë. Asnjë popull tjetër nuk i ka. Dhe detyra jonë është që ne t'ja bëjmë të ditur të gjithë botës këto dije të reja shkencore, të shkenca të vërteta humane. T'ja bëjmë të qartë se ekziston teorikisht një rend i ri shoqëror, i cili eliminon plotësisht të gjitha padrejtësitë njerëzore që janë bërë njerëzimit gjatë gjithë periudhës. Këto shkenca, bota duhet i mësojë nëpërmjet popullit shqiptar. Dhe populli shqiptar që është ngritur në protesta në këtë ditë, e ka një shansë që të bëhet populli më i ditur, të bëhet populli më i famshëm, sepse populli i famshëm do të quhet ai popull që do të nxjerrë i pari partitë nga institucionet e shtetit. Populli më i famshëm në botë do të jetë ai që do të krijojë për herë të parë shtetin e vërtet ligjor demokratik në botë.